Kandidati i Partisë Demokratike Bart Spahia zhvilloi takimet e tij të radhës me banorët e njësisë administrative të Postribës, të cilët i njohun nga afër me programin e kësaj force politike që ka në fokus ekonominë, bujqësinë, si dhe të rinjtë e të rejat që fatkeqësisht në mas këto 12 vite po largohen nga Shqipëria. Emigrimi është plaga kryesore që ndjehet në qytetet dhe fshatrat e vendit, ndërsa banorët i shprehin shqetësimin e tyre e kandidatit Spahia për situatën e rëndë ekonomike të krijuar nga politikat e kësaj qeverie. Ata premtuan se në 11 maj me votën e tyre do jenë mbështetës të ndryshimit duke votuar Partinë Demokratike. Si shoqi ta gjëna mas me avon. Djali doktorit është doktor kë. Faleminderit zoti më. Faleminderit shumë tonë lë bashk. Premtime që do të realizohen në mandat të parë. Unë e di se doktor Berisha më në fjalën. Alla njeri familje. Mi 80% e popullatës është largu. Është situatë të mëshme. Një shpopullim masiv. Bojmë fëmijë, na i marrin. Bojmë punëtor, na i marrin. Duhet me i marrë fatet e Postribës, e fatet tonë në dorë. Duhet me u marrë me dhënë me tana forcat. Urime herë. Faleminderit, tonë me bashk. E keni gjepat punë. Tonë me bashk. Duhet, e kena të rëndësishme. I këtë herë, si as i herë. Ne kanë rëftu në atë shtatë, në më tash. Morën me bo fushat, me bo nëtë, si 46 më bo fushat për atëri. Na, me e vëty, po me tonë kështu me krye. A marë tash, me a fut këta. Fiks, Postribës si takon me i pri fitores 11 majit. Më lovë, jo me zemër, me shpirt, jo vetëm. Klungoja. Po mes fjalla, Klungoja. do në botën ty, Faleminderit. partizë më dika se i brisht. Klungoja, Ka faleminderit shumë. momenti, e zoti me pështu këtë. Klungoja. Japim fort edhe Më boja them shofën atë të vorën e dirom sa kriminali është baka. Klungoja ka bërë këtë vend të pajetueshëm.